Kur Mesia po na thonë në Mateu 4:4, që akoma nuk ka filluar shërbesa e tij dhe po na tregon që si neve mund të rrëzojmë Satanin, si neve mund të prishim dhe të manipulojmë planet e tija në jetën tonë duke ecur dhe duke jetuar me urdhrimet e Atit. Po na tregon rrugën, gjurmët e tija, që neve të ndjekim, të bindemi, të dëgjojmë Mesian. Ne nuk e dëgjojmë Mesian. E di ke dëgjojmë një Mesia katolikun ortodoksin që është dhe në vitet 300-400. Ai miri, ai buti, ai qeti, ai nuk, ai që ka sytë e zjarit, që nga goja e tij del një shpatë, që thot do godas me vdekje, thot të gjithë bijtë e Jezabelit dhe të gjitha kishat në Zbulesa 2, të duken qike e frikshme vëlla motër, dhe mos u shqetëso për ju që jeni të rinj në besim. Fillo të zbatosh urdhrimet e Atit. Ati shikon zemrën, por po flasim për disa që kanë vite në besim dhe janë akoma të ngurtësuar nga mëkati. Vazhdojnë të qëndrojnë me mësime teorike e rreme, mësojnë, bëjnë shkolla teologjie, mësojnë, harxojnë kohë, harxojnë lekë, harxojnë rismburime në për vendet të tij në sinagogat e Satanit për të mësuar që Ati në këtë rast ka ndryshuar, ligji i tij nuk është më. Ky Mesia tonë që neve kemi krijuar këtu në këtë kryqin është ky. Vëlla motër, më lejo të them diçka dhe e kam thënë dhe më përpara. Shenja e kryqit nuk është e një besimtari, është shenja e vdekjes. Në kryq u poshtërua Mesia, në kryq u qortua në këtë rast dhe në kryq u vendos gjykimi i tij dhe përdorën romakët vendosën që na si shenjë e vdekjes, e poshtërimit, ishte vendosur nga paganët. Ti dhe unë kemi shenjën e menorës të Shandanit, që janë 7 frymrat e Atit. Është jeta menora, është Mesia aty brenda që po ecën. Prandaj tha që unë në Zbulesa 3, kur tha që unë mos vitë të heq, në Zbulesa 2 më fal, të mos heq Shandanin, menorën, sepse kishta sot e ka hequr atë Shandan, tashme, se ka kryqin. Kryqi ka ardhur nga katolikët. Kryqi ka filluar që nga Egjipti, vëlla motër. Mund të inkurajoj që të mos e mbash në jetën tënde. Ne e dim që Mesia u kryqëzua në kryq, por nuk ngeli atje. Dhe ne shenjë që neve kemi është e Shandanit, që është jetë, janë 7 frymrat e Atit, Isaia 11,